Një video nga Serbia nga autostrada drejt Nishit është shfaqur në rrjetet sociale, ku shihet një konflikt mes eskortës së kryeministrit Gjuro Maçut dhe një automjeti në të cilin ndodheshin anëtarë të kabinetit të presidentit serb Aleksandar Vučić. Videoja është postuar në rrjetet sociale nga kryetari i Partisë Demokratike, Srđan Milivojević. Në incizim, siç raportojnë mediat serbe, dëgjohet një zë që supozohet se i përket këshilltares së presidentit serb, Suzana Vasiljević, duke dalë nga automjeti dhe duke bërtitur, tash po shkoj t'ja. Ndërsa njëri nga personeli i sigurisë së kryeministrit Maçut e quan idiot. Në pjesën tjetër të videos dëgjohet një zë gruaje që pretendon se bëhet fjalë për një eskort nga zyra e presidentit të Vučićit, pas së cilës ndodh një sherr fizik mes dy pjesëtarëve të sigurisë. Për momentin nuk dihen të gjitha rrethanat e këtij incidenti, as identiteti të gjithë pjesëmarrësve, ndërsa në ditët në vijim mund të mësohet më shumë informacion rreth historisë së mundshme të këtij konflikti.